إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falenderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut xhella xhelaluhu, vetëm ato e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet në këtë ditë madhështore nga thellësia e zemrës tonë I dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, mirë se ritakohemi përsëri pas një shkëputjes një mujorshe në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut xhella xhelaluhu, shtëpia e Allahut xhella xhelaluhu, ku në to zbret mëshira e Allahut, zbret qetësimi I Tij dhe siguria e Tij. Sa e bukur është që zemra e një besimtarit e një njeriu të lidhet për xhamin, për shtëpinë e krijuesit të tij, dhe sa madhështore është që ajo zemër në momentin e mungesës së tij nga xhamia, nga shtëpia Allahu xhella xhelaluhu, ajo të përmallohet dhe ta ndin një mall të madh për të u rikthyer në to përsëri. O vëllezërit e mi, jemi në shpjegim të një hadithi të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me të cilën shpjeguam gjond e gjatë në këtë hadith të cilën transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, I cili pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na nxiti në shpjegimin e tij duke na udhërrëfyer se si të arrijmë një gradë që të jemi nga ata të zgjedhurit e Allahut xhella xhelaluhu, të vetmit të cilët do të jenë ato 7 kategori të cilët do strehohen në hijen e arshit të Allahut xhella xhelaluhu në ditën ku nuk ka hije përpos hijes së tij. Dhe se folëm për të parin të cilën e ceku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shpjeguam në të, shpjeguam gjonë dhe shpjeguam gjatë në të dytin dhe kategorinë e dytë, për të cilën ishte I riu I cili u rrit në adhurimin e Allahut xhella xhelaluhu. Dhe se pa dyshim se në të vëllezër e kuptuam se ai njeri I cili rritet në adhurimin e Allahut xhella xhelaluhu dhe ai e kupton se duhet që të kalitet në adhurimin dhe në bindjen e krijuesit të tij, a thua pasi që ta kupton edhe të rritet dhe të din se ai duhet të adhuron vetëm krijuesin e tij, ku e gjen vendin më të mirë për të adhuruar krijuesin e tij, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pasoi pra me të tretin duke na shpjeguar dhe duke na treguar kategoria e tretë e personit të tretë është ai njeri I cili tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do strehohet në hijen e arshit të Allahut xhella xhelaluhu në ditën kur nuk ka hije përpos hijes së tij. Tha wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, njeriu ai burr I cili zemra e tij është e lidhur për xhamit, ai njeri I cili zemra e tij është e lidhur për xhamit, ai I cili u rrit në adhurim, ai I cili u edukua, ai I cili u mundua që ta
realizon kërkesën e Allahut xhel xhelaluhu që t'ia plotëson adhurimin e tij, ai padyshim se e din se vendi i kryerjes së këtij obligimi është xhamia, shtëpia e Allahut xhel xhelaluhu, dhe se padyshim ajo zemër lidhet fort ngushtë me shtëpinë e Allahut xhel xhelaluhu, me shtëpinë e krijuesit të tij. Zemrat tona, o vëllezër, janë aq të nevojshëm që me të vërtetë është nevoja e madhe që në këtë kohë na të flasim për lidhjen e zemrës tonë me xhami dhe me shtëpinë e Allahut xhel xhelaluhu. Në këtë kohë ku neglizhenca është shumë e madhe, nga vetë muslimanët janë duke i braktisur xhamiat, janë duke ju larguar xhamiave dhe shtëpiave të Allahut xhel xhelaluhu. Në këtë kohë ku njerëzit i largohen xhamis aty ku në to e gjenë udhëzimin dhe qetësimin e tij, dhe më për fat të keq e gjenë muslimonin i cili ndoshta namazin e fal dhe i udhëzuar, po vështirësi të madhe gjenë ai të del në xhami. A kurse zemra e atij të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ceku që një ditë do strehohet në hijen e krijuesit të tij, në ditën ku nuk ka hije përpas hijes së tij, tha është ajo zemër e cila është e lidhur për shtëpiat e krijuesit të tij. Ajo është i lidhur fort ngushtë për xhamiat e Allahut xhel xhelaluhu. Dhe se me të vërtetë gjendja e jonë në këtë kohë dhe në këtë zaman është shumë e nevojshme që na të karakterizohemi dhe të mundohemi të i përngjasojmë kësaj kategorie dhe të ndoshta të arrim shpëtimin dhe strehimin në hijen e arshit e Allahut xhel xhelaluhu. Për arsye se, o vëllezër, është ditë e vështirë ku nuk arrin kush, përveç atë që zgjedh Allahu xhel xhelaluhu. Na shpjegojmë që të mundohemi, e gjithë përpjekja jonë si musliman është që na të arrim dhe të karakterizohemi e të cilësohemi me këtë cilësi, ku për fat keq një shumicë janë të cilët i llogarisin xhamin sikur me qenë vendi i njerëzve të papunë dhe vetëm vendi dhe strejhu i pleqve dhe ata të cilët janë të dobët. Nuk është xhamia shtëpia e Allahut xhel xhelaluhu e njerëzve të cilët janë të dobët dhe të papunë. Sa prej njerëzve kalon për rreth xhamis dhe aja s'pak nuk e lakon kokën e tij dhe nuk e kthen kokën e tij nga xhamia, e ta pyet vetveten e tij e të thotë: a thua vallë se është ndërtuar kjo xhami? Në fshatin ton, në vendin ton, kalon rreth xhamis, nuk e pyet vetveten ton dhe me thon: pse ekziston kjo xhami tash këtu? Pse është ndërtuar kjo xhami tash këtu? Çka kërkohet për mua si musliman dhe çfarë obligimi kam ndaj kësaj xhamie? Sa prej të rive ton, të cilët folëm shumë se i riu duhet të kalitet dhe të rritet në adhurim të Allahut xhel xhelaluhu, por sa prej të rive ton për fat keq nuk e njohin xhamin, vetëm se në moment kur ka ndonjë xhenaze apo kur të jetë festa e bajrameve. O vëllezër, ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam neve na bën me dije se zemra një muslimonit duhet që ajo të rizgjohet e të lidhet për shtëpinë e Allahut xhel xhelaluhu. Dhe është ajo zemër e cila i largohet rrugëve të cilët ato të devijojnë dhe ndoshta dhe me ato të tjerët dhe rrugë e hipokritëve është ajo e cila ty të çon dhe të përngjason me to. Që të arrish deri në një moment e ta kish vështirë të dalësh në xhami, muslimani udhëzuar me të vërtetë është mjeri. Si e gjen qetësimin e zemrës tonë dhe pastaj në këtë shtëpi të Allahut ku është vendi ku në to e gjen lumturinë dhe nuk shijon lumturi në vende tjera përpas se në xhami. Aty i shpreh dertet e tua kur bjen sejdë Allahut xhel xhelaluhu. Aty e ndjen bashkësinë tënde me vëllezërit e tu, me bashkëshortat e tu. Aty e ndjen mëshirën e Allahut xhel xhelaluhu dhe sigurimin e tij. Dhe se padyshim besimtari i vërtet dhe zemra e gjallë është ajo e cila lidhet fort për xhamin, për shtëpinë e Allahut xhel xhelaluhu dhe nuk e neglizhon shtëpinë e krijuesit të tij. Namazet i fal, por e ke shumë vështirë të dalësh në xhami. E kjo me të vërtetë është se për një musliman i cili posedon zemër të gjallë, të mbushur me iman, kjo nuk është shenjë e mirë e tij dhe nuk është zemër e gjallë e tij.
Pra besimtari është ai i cili mundohet që ai të arrin që të i përgjigjet dhe ta lidh zemrën e tij për xhami. Për arsye se gjallërimin e ke në to, dhe se ai është i cili ndihet në xhami sikur me qenë çështja e shembullit të peshkut i cili jeton në ujë. Dhe kështu e krahasuan dietarët e vëllezër, zemra e atij besimtarit e gjallë e mbushur me iman dhe me përullësi ndaj krijuesit të tij që i bindet Allahu xhel xelaluhu, ajo zemër është e lidhur për xhamin dhe shtëpinë Allahu xhel xelaluhu, ashtu sikur që peshku është i lidhur me ujin e tij, që nuk guxon apo nuk mundon as që të jeton pa ujë. Pra tha El Mubarakfuri rahimullah në shpjegimin e këtij hadithi, tha besimtari el mu'minu fil masjidi kasamaki fil ma, besimtari është ai i cili në xhami tha është sikur peshku në ujë. Wal munafiqu fil masjidi kat-tayri fil qafaz, tha munafiku hipokriti në xhami tha ai është sikur me qenë në kafes, sikur zogu i cili është në kafes. Shumë dallimi madh vëllezër mes këtij besimtarit që ka zemrën e lidhur për xhami dhe mes atij tjetrit i cili nuk vjen në xhami vetëm se me përtaci të madhe. Dhe se ndin në kohët më të mira të shpërvlimit, ai ndin to vështirësi. Në namazin e mëngjesit dhe në namazin e mbrëmjes ndin vështirësi. Mas shumë ti ndin për to përtaci në këto kohra, a besimtari duhet që të largon këtë cilësi dhe të ishmangës së rrugët të hipokrizis, të cilët është me të vërtet cilësi e vështirë që ti të ndish përtaci për namazin tënë, që ti të vesh të falish në xhami. Edhe se Allahu xhel xelaluhu i cilësoi këtë grup të njerëzve kështu duke thonë: "Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala." Edhe nëse vinë në xhami tha janë një grup njerëzish të cilët kur vjen në xhami vijnë me përtaci të madhe shumë. Edhe një ashtu tha Allahu xhel xelaluhu në një ajet tjetër: "Wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas." Nëse çohen për të falur namazin, tha ato çohen me një përtaci shumë të madhe, edhe nëse e bojnë vetëm që të i shohin njerëzit. E kjo rrugë nuk është e besimtarit të mirë që zemra e tij është e lidhur për xhami. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi hadithin që transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër, duke na treguar dhe duke na shpjeguar se nëse ndjen përtaci dhe i largohet xhami shtëpisë Allahu xhel xelalu, do të vjen momenti që do të duken dy namaze shumë të vështira për të në xhami. E tha pejgamberi sallam: "Inna athqala salatin ala al-munafiqi salat al-isha'i wa salat al-fajr." Tha namazi më i rënd, më i vështirë për munafiqët, për hipokritët, tha është namazi i sabahut dhe namazi i yacis. Për të dalë në xhami, të vështira shumë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj tha: "Nëse ato sikur ta dinin walau ya'lamun ma fihima la atawhuma walau habwan." Tha sikur ta dinin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çka ka në brendsinë e këtyre dy namazeve nga shpërblimi i madh që ti ta falish me xhamat në xhami, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të vinin edhe zhagza për të marrë prezencën dhe për të arritur këtë mirësi të madhe në këto dy namazë. Valla thua, gjendja jonë si qëndron në vëllezër. A jemi në shembullin e atij i cili zemra e lidhur për xhami dhe ai kur del prej xhamie gjithherë mediton dhe mendon se si të kthehet prapë në xhami? Dallimi i madh mes atij i cili është si peshku në ujë kur ai është në xhami dhe atij i cili është sikur zogu i cili është në kafaz kur ai është në xhami. Çdo besimtar le t'ia çet nefsit vet këtë shembull dhe ta shef se ku gjendet vetvetja e tij. Valla thua kur jam në xhami jam si peshku në ujë, apo mos vall jam sikur ai zogu që është në kafes veç prit që të i hapet dera dhe të i. Dhe se këtë shembull e kemi shumë të qartë në ditët e xhumoja dhe në disa namaze. Posa të jep selam imami me një herë, të gjithë ala as Allahumma ente selam, mike selam nuk thot. As astaghfirullah 3 herë, as dhikri nuk e bën me një herë, që të ikë për xhamie, për derës xhamis. Valla thua cila është gjendja ajo, në cilën shembull bim na nëse veprojmë kështu një gjë të tillë.
cila duhet që të jemi dhe cila zemër neve na përket që na të mundohemi ta rizgjojmë e për xhamiat e Allahu xhele xhelaluhu t'i lidhim ato fort dhe të mundohemi t'i adaptojmë që të jemi në xhami në shtëpinë e Allahut ashtu sikur që peshku jeton në ujë dhe pa ato nuk mundet që të jeton. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi al-aliyyil a'la was-salatu was-salamu ala an-nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Të nderuar vëllezër, padyshim se zemra e njeriu të është e tillë që Allahu xhele xhelaluhu ka krijuar që ajo të lidhet me diçka. Nëse nuk lidhet me ato e cila është hajër dhe e mirë për të, nëse nuk lidhet me xhamia dhe me shtëpiat e Allahu xhele xhelaluhu, ajo do të lidhet dhe është e natyshme që ajo lidhet me diçka, o lidhet me çështjet e dunjas, o lidhet me dertet dhe me kënaqësitë e kësaj bote, edhe lidhet me ndoshta me vepra të këqija të cilët janë të irrituara dhe janë mëkate, mirë po e gjithë lidhja e asaj zemre që është lidhur me jashta shtëpiat e Allahut dhe adhurimin dhe ibadetin e Allahut dhe ahiretin me të cilën kemi me shkuar të gjithë në ta, përfundimi i tyre është shumë i mahnitshëm. Dhe se në to nuk ndjen vetëm se ndoshkim dhe pishmallok, a kurse vetmja lidhje e cila zemrën tonë e lidh, e cila të dhuron kënaqësi dhe lumturi, që nuk e gjen atë lumturi në asnjë vend tjetër përveç se në shtëpinë xhaminë e Allahut xhele xhelalu. Dhe se kështu duhet që na zemrat tona t'i rizgjojmë e t'i lidhmi me shtëpijet e Allahut, e t'i lidhmi me xhami, edhe ta qesim shembullin gjithherë në veten tonë. A thua sot që nuk prezentova në namazin e sabahut me xhamat, si është halli im dhe i zemrës time? Nëse nuk prezentova sot në namazin e acis me xhamat, si është halli im edhe i zemrës time, në cilën gradë, në cilën kategori bi, a bjen atë kategorinë që do strehohesh në hijen e arshit të Allahut ditën ku nuk ka hije përpos hijes së tij, apo në këtë kategorinë tjetër që i cilësoi Allahu xhele xhelaluhu në Kur'an. Për atë vëllezër, lidhja e zemrës së një njeriu për xhamin shtëpinë Allahut është argument e zemrës së gjallë të tij të mbushur me besim dhe në përkushtim ndaj adhurimit të Allahut xhele xhelaluhu. Dhe se ne si musliman duhet të jemi në këtë gjendje të tillë dhe të mundohemi që ta ngjallim zemrën tonë edhe të edukojmë dhe fëmijët tonë që të lidhen zemrat e tyre për xhami. Suksesi i jonë dhe i fëmijëve tonë është në lidhjen e zemrave tona dhe të tyre për xhami. Po e humbëm prestigjin e shtëpisë Allahut, ka humbë pastaj dhe mirësia dhe lumturia jo. Inshallah vazhdojmë në këtë temë duke shpjeguar për arsye se është shumë e nevojshme për ne. Edhe lutim Allahun xhele xhelaluhu që Allahu dhul xhelal të rizgjon zemrat tona e të i lidh për xhamiat, për shtëpiat e Allahu xhele xhelaluhu, edhe të ngren pozitën dhe vendin ton dhe të xhamiave tona në zemrat tona, dhe lutim Allahun xhele xhelaluhu që të na bën prej atyre të cilët do të futen në hijen e arshit të Allahu xhele xhelaluhu në ditën kur nuk ka hije përpos hijes së tij. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.